Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela. Ky është vlogu i fundit para se të nisemi me pushime. Unë jam bërë gati sepse do do marr Solea nga kopshti. Dita e fundit është e premte, nuk donte në fakt të shkonte, por mezi ja mbushën mendjen. Në mëngjes u grita, e bëra gati Solean, e qoj në sidi dhe kam fjetur prap, sepse kam qenë shumë e lodhur. Solea ka qenë sëmur, edhe unë nuk kam qenë mirë. Kam patur një aksident të vogël me këmbë, por tani fatmirësisht gjithçka është okay. Kështu kanë qenë këto ditë tona të fundit, kemi qenë pa gjumë, kemi qenë të lodhur, jo mirë nga ana shëndetësore. Për këtë arsye i thashë Sidi të lutem çoje ti gocën, e çoj në Sidi, edhe unë fjeta gjumë, jam zgjuar pak vonë, tani jam bërë gati me nxitim, edhe do shkoj do marr Solean. Para se të shkoj, do kthej një paket që kam marrë tek Shein. Janë disa produkte që kisha porositur, por nuk më pëlqyen. Kush më ndjek në Instagram, e ka parë edhe në Instagram, sepse e kam shpërndarë edhe atje. Bëra një story, sepse kisha 2 ditë më duket që nuk postoja, diçka e tillë, edhe bëra një story. Kam marrë shumë dashuri nga vajzat, nëse vajzat që më ndjekin në Instagram, më ndjekin edhe këtu në YouTube. Më falenderoj përzemërsisht që më keni shkruar, më keni pyetur dhe më keni uruar që të jem mirë me shëndet. Ju falenderoj dhe ju dërgoj shumë dashuri, jeni shumë të mira. Jam shumë falenderuese të gjitha gocave që më ndjekin dhe më shkruajnë, sidomos në të tilla raste. Më bëhet shumë qefi dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Pastaj do shkojmë në supermarket, sepse do marr disa gjëra që më mungojnë, edhe duhet të shkoj pak tek DM-ja, sepse dua të blej edhe 2 gjëra të fundit që më duhen për pushime. Unë jam në punë edhe nesër edhe pas nesër. Nesër do rri me orar të plot, ndërsa pas nesër do dal më herët, sepse zakonisht unë të dielave kam pushim. Okej, që do. Una mai finua. Ne tani sa po erdhëm në shtëpi, jemi këtu te Kendi dhe Solea po luan. I thash mami të lutem luaj pak, se bëj mami pak gati drekën. Po luan këtu vetë, gjithmonë Solea shumë kreative. Kur jam unë duke u marrë me diçka, i krijon lojrat e saj në mënyrë nuk e di, jam pa fjalë nga Solea, jam shumë e lumtur për ty mami. I krijon vetë, ka një imagjinat shumë të bukur. Edhe, unë balova kopshtin. Na trego pak? Edhe, unë kam ferien, edhe, jemi gati pushim, edhe... Do ikim me pushime. Bravo, mamush, unë prandaj erdha këtu, se duhet na tregosh pak si kalove ti sot e kopshti. Dita e fundit. Unë bëra një disko, hengra kollore, por një beb ishte një kopsht qetre, ishte një qune, ma hengra makullore, bëra një disko. Po për të ngrënë që hengre vetëm makullore? E hengre frühstückun? Po hengra frühstück. Nachti zuerst Eis gegessen und dann Frühstück haben wir so gemacht. Tani po pizza mama. Ndaj mami. Solea tha që në fillim hengri një akullore dhe pastaj hengri mëngjesin. Jo frühstück. Po, frühstück, mëngjes në Shqip. Jam shumë e uritur, tha, edhe i bëra një picë. Kishte në fakt uri dhe për pica. Do kënaqen në pushime dhe juve do kënaqen me pushime. Solea po pyet dhe juve kënaqeni me pushime? Komentoni poshtë si keni kaluar pushimet tuaja, nëse keni bërë, nëse nuk e keni bërë, do t'i bëni bashkë me neve në të njëjtën kohë. Shumë bukur në Europort. Unë kam qef edhe juve keni qef. Po. Europortin. Është shumë emocionuar. I E betohet. bukur. Edhe Ajoni. Edhe Ajoni keni qef. Po. Është shumë emocionuar edhe ka në fakt prej disa javësh që kur i kemi thënë që do ikim me Edhe kjo quni ma pushime. jepi mua këtë kjo quni. I ka bërë dhuratë një çunë te kopshti, ka bërë këtë dhe më tha që ky çuni nuk do jetë me atje, tha do ndroj kopshtin, do ikim me një kopsht tjetër. Po. Edhe i ka bërë dhuratë këtë te Dora dhe tha nuk e heq unë këtë, tha. Nuk e heq. Më duket se të kishte vënë një kartë tek çanta. Po. Tani që hoqa mami gjërat të çanta, ishte një kartë aty brenda. Po. Faleminderit për kohën e bukur që kemi kaluar së bashku. Nga si kishte emrin e çuni? E Jona. Jona, me çuni po.
Të bëf të mirë, Solea. Yay. Nuk e di, po këtë vit ka qenë një verë super e nxehtë. Kanë qenë temperaturat shumë të larta. Momentalisht mund të jetë 34-35 gradë, shumë nxehtë, nuk mund të dalësh dot jashtë. Për këtë arsye, ne kthyem në një supermarket afër stacionit të autobusit para se të vinim në shtëpi. Mora vetëm 2 gjëra të vogla dhe erdhëm në shtëpi. Nuk dalim tani sepse është shumë nxehtë, është piku i bapës. Do dalim pastaj me kismet. Kjo është dreka ime, sapo e kam bërë gati. Këtu ka spinaq, kastraveca, misër, fara lule dielli, limon, krip, vajullliri dhe një vezë zier. Normalisht nuk do të ishte kjo dreka ime, por unë këtë javë kam bërë detox. Është hera e parë, domethënë nuk kam provuar asnjëherë. Nuk është se kam krijuar vetë, nuk është se kam marrë nga ChatGPT-ja. Është një dietë detox e krijuar nga profesionist. Kjo bën jo vetëm për largimin e toksinave nga trupi, për largimin e ujrave të tepërt nga trupi që trupi ka mbledhur, nga kripa e tepruar, nga ushqimet e pashëndetshme, është për pastrimin e mëlçisë, për të ndjerë ti më mirë, një lëkurë më të pastër. Edhe thash, duke qenë se jam një javë para pushimeve, këtë javë të bëja këtë detoxin, sepse kohët e fundit kam ngrënë jashtë mase shumë, edhe thash stop, duhet të ndryshojmë, sepse po më dilte jashtë kontrolli situata, edhe kjo gjë më ndodh shumë shpesh. Ka momente që më del situata jashtë kontrollit fare, mund të ha shumë. Kjo ndodh kur jam e stresuar, jo se dua të ha ushqim, por nuk e kontrolloj dot veten. Siç e thash, po e bëj për këtë gjë, jo se dua të humb sasi të madhe peshe dhe nuk është se humb peshë nga kjo, thjesht largohen toksinat dhe ujrat e tepërt nga trupi dhe momentalisht jam minus 2.ca kilogram më pak dhe këto janë të gjitha ujrat e tepërt që kam mbledhur trupi. Realisht që ndjehem shumë mirë me trupin. Ka momente që jam e pafuqishme, nuk është se të them të drejtën e kam mbajtur këtë detoxin 100% ashtu siç duhet. Dhe dreka, siç ju a tregova, nuk është 100% e saktë. Për shembull, veza nuk është fare, por e futa unë vetë sepse në mëngjes nuk hengra. Snekun nuk e kam ngrënë dhe ora po shkon 3. Unë kam që mbrëm në darkë, në 9, që nuk kam ngrënë asnjë gjë, vetëm kam pirë ujë. Dhe e shtova vetë vezën, nuk është se mbajnë 100% ashtu siç duhet, por shumicën e gjërave që duhet i ha siç i kam të shkruar në detox. Normalisht që e shtoj sasin, nuk ha 100%, sepse nuk mundem dot, se përndryshe nuk e përballoj dot, nuk jam ai tipi që të ha me gramaturë, nuk e përballoj dot, por po mundohem në maksimum dhe ka funksionuar, jam shumë e lumtur për këtë gjë. E duke qenë se trupi tani është mësuar, sot është dita e 5, kam edhe 2 ditë detox. Uroj që kur të shkoj në pushime të ha vetëm gjërat më të shëndetshme dhe jo sasi shumë të madhe. Kjo është edhe arsyeja pse po e bëj këtë gjë. Megjithatë, normalisht që nuk është se do ta frenoj veten të themi, kur jam me pushime dhe jo vetëm edhe në përditshmëri, nuk është se ndaloj ndonjëherë veten të them që jo mos e ha këtë. Unë nuk është se i ha ëmbëlsirat, nuk më pëlqejnë ëmbëlsirat fare. Më shumë më pëlqejnë gjërat e kripura. Më shumë e bëra këtë për t'i thënë vetes, për të kontrolluar mendjen time. Po haj ushqim pa kontroll, dhe tani është situata më mirë me ushqimin. Unë sapo hengra edhe drekën dhe doja të shtoja diçka këtu. Me sa kam vënë re unë në lidhje me luftën e madhe për të humbur peshë, jetën e shëndetshme edhe trupin e bukur të themi, do të thoja që duke qenë se edhe unë vetë kam provuar disa herë që të humb peshë, disa herë nuk ka funksionuar, disa herë kam lënë në gjysëm, por vitin e kaluar kam bërë edhe stërvitje në shtëpi për 3 muaj të themi, 3 muaj e ca 4, diçka e tillë. Edhe ndërkohë që kisha shumë kujdes, edhe kur haja, mundoja të haja ushqim të shëndetshëm, jo se mbaja dietë, absolutisht jo. Dua të them këtu që përqindje më të madhe në lidhje me humbjen e peshës, 80% mund të them e luan ushqimi dhe 20% është vetëm stërvitja. Pra, gjëja më rëndësishme është ajo se çfarë ne ham. Stërvitja sigurisht,
që e mban trupin në formë, e tonifikon, por që pjesë më të rëndësishme padyshim që e luan ushqimin. Ja dhe Solea ime këtu. Ne tani do rrim bashk, unë do bëj ndonjë punë që kam për të bërë këtu, dhe pastaj mbas e dalim. Çfarë Solea kur ishte te kopshti, kur vajta unë atje, kishin nxjerr edukatorët një boks të madh jashtë, edhe kishin vendosur muzikë, edhe fëmijët po luanin, po kërcenin, ishte shumë qejf. Disco. Po bënin disko, siç tha Solea, edhe të gjithë ishin shumë të lumtur, u përshëndetën të gjithë me njëri tjetrin, pushime të bukura, na uruan edhe neve, po në ferien. Edhe akullore. Këtu jemi një ditë më mbrapa, sepse unë nuk munda dot që të filmoja dje, dhe është ora diku 10 e natës, ja dhe zemra ime. Doja t'ju tregoja se ç'a mora dje te DM-ja, sepse dje nuk munda dot që të filmoja, shkoj shumë vonë, edhe sot po ashtu ka shkuar shumë vonë, por që duhet ta përfshij tek ky vlog. Ne do shihim në pushime. Po, edhe nesër jam unë tek puna, edhe pas nesër do nisemi për pushime. E Solea shumë me lumtur, sa po ka bërë një dush tani, u la, u knaq, nuk donte, thot duhet lahem vet, nuk pranoj fare. T'ju tregoj dhe se çfarë ka marrë tek DM-ja. Kjo është një letër e lagur që ka marrë me vete. Çokoladë për Solean, nga këto pec për të hequr make-upin. Furç dhëmbësh, ka marrë një për vete, një për Ensitin. Tim dhe pastaj mund ta hedhim. Këto janë ngjica për këto lloj insektesh që un kam parë këtu tek shtëpia vërdall. Duke qenë se ne do ikim, edhe do t'i vendos këto. Edhe duke qenë se ne nuk do jemi aty, atëherë besoj se këto do funksionojnë. Kam marrë 2 copë. Po, kam marrë 2 copë si këto. Çokoladë tjetër për Solean. Ju thash që do marr një sponge për të përhapur korrektorin. Por syve dhe e mora, ja ku është një plasta. Këtë e morëm sot tek, po dhe këtë sot të DM-ja, po. Se Solea kishte vesh një palë sandale sot, që kishte shumë kohë që nuk i vishte, dhe u krijua një fluck aty, edhe i filloi po i dhemte dhe ja mora atë. Çka ka marrë tjetër për pushime? Ka marrë këtë Nivea. Nivea nuk kam përdorur asnjëherë, nuk e di pse kam një lloj paragjykimi për Nivea. Por që ka marrë këtë Nivean për të hequr make-upin dhe është 100 ml, duke qenë se neve nuk do kemi valixhe dhe do udhëtojmë me çanta shpine. Nuk duhen shishet më shumë se 100 ml. Një makinë. Këtë mori Solea sot tek Teddy. 2 pako me Orbit, një për mua, një për Ensitin. Snack i ka marrë Solea për me vete. Këto letrat për t'i vendosur tek makina atje. 2 manikyra për dorën dhe për këmbën. I mora një kohë, domethënë çof. Gjithmonë të këmbës së lyj me të kuqe ose të vishnje të errët, kësaj edhe mora të kuqe dhe është nga kjo, është nga Katris në fakt. Edhe kjo është Manhattan. Nuk e di se ç'm dhan përshtypjen që këto mund të qëndrojnë gjatë, nuk mund të prishen. I mora këto të dyja për dorën dhe për këmbën. Unë nuk i bëj kur thonjë sepse i kam shumë bezdije para punës dhe nuk dua t'i dëmtoj dhe më dhembin pastaj. Një kohë shumë të gjatë që të rikuperohet thoj im, edhe këtë gjë nuk e dua. Më ka pas bërë dikur një vajzë, thonjë, kur kam qenë në studente, që atëherë domethënë më ka ngel traumë bërja e thonjve, mi ka punuar shumë, edhe e gjithë thoj, u bë shumë i hollë dhe nuk e di, u deshë një 2 vjet, më duket që thoj im të kthej në gjendje normale. Edhe kështu që nuk dua t'i bëj fare. Kjo është një BB cream nga Garnier. Unë kam përdorur edhe vjet unë blej gjithmonë BB cream. Mund të kem shumë vite, nuk e di sa vite kam, që unë nuk përdor krem pudër. Edhe marr vetëm BB cream, edhe e marr vetëm para pushimeve, se kështu nuk përdor asnjë gjë.
në përditshmëri përveç skincare, domethënë që e bëj absolutisht gjithmonë, është kjo, më pëlqen shumë, këtë e kam pas përdorur më duket që në Tiranë, edhe mbaj mend, edhe kjo ka një aromë shumë të mirë si portokall, më pëlqen jashtëmase shumë. E mora kohë sepse unë e di që do ta përdor vetëm 2 herë, 3 herë, edhe do jetë aty derisa të vi momenti që ta hedh, siç kam atë tjetrën të vitit kaluar, atë të vitit më përpara e mbajta një vit dhe hodha, edhe këtë që kam të vitit kaluar do ta hedh dhe ta zëvendësoj me këtë. Nuk i përdor, nuk i përdor fare. Por kjo është shumë e mirë. Është shumë e mirë në fakt nga Garnier. Pash edhe ato firmat e tjera që janë më të shtrenjta, gjithë më të mira. Por që mua më pëlqen shumë kjo. Edhe ja vlen, edhe çmimi nuk është i shtrenjtë, se e hapa pak, shikoja. Ka një aromë fantastike. Unë nuk kam vendosur asnjë gjë. Këtë këtu e kam gërvishur vetë, tani t'ju tregoj dhe juve. Pak këtu, se do bëj skincare pastaj prap të darkës, do heq këtë skincare-in. Se kam sponçin tek banjo, por që edhe këtë që ishte kështu që pastaj mbuloj pak. Kjo është shumë natyrale, është shumë natyrale dhe dukesh sikur nuk e fare vendosur asnjë gjë në fytyrë, por që bën një mbulim shumë të lehtë dhe shumë natyral. Është fantastike, më pëlqen shumë dhe aroma është shumë e mirë. Kur vendos disa produkte që kanë një aromë, nuk e di, kam shumë bezdi gjatë gjithë ditës, por kjo ka dhe një aromë shumë të mirë, më pëlqen. Kjo është një vitaminë C nga Balea. Për çfarë mora këtë? Kjo nuk e di sa është, 5 euro, nuk e di. Unë nuk marr kur produkte të skincare-it të tilla, por duke qenë se do ikim me pushime, edhe vitamina C që kam bler e Cosrxit, kam parë shumë review të mira. Ajo do mbajtur në frigorifer se përndryshe oksidohet, më duket, kështu quhet, edhe nuk kryen më funksionin e saj. Unë e kam marrë atë, kam 2 javë që e kam marrë, më duket, edhe nuk e kam hapur, ndërkohë po përdor atë vitaminën C që kam aty, një vitaminë tjetër, sepse po ta marr me vete në pushime, do prishet ajo dhe mora këtë. Ta provoj një herë, më mirë me këtë se sa fare, edhe vetëm gjatë periudhës së pushimeve, pastaj nuk do ta përdor më. Ta shikojmë një herë nëse do funksionon. Nëse jo, do ta lë fare. Kam marrë edhe këtë korrektorin, concealerin nga kjo firma Alverde. Kjo është Natur Kozmetik. Duke qenë se ato tjera s'po më mbushin syrit dhe ishin waterproof, më thënë kundër ujit, thash se të vuaj unë aq shumë për ta hequr këtë, edhe mora këtë diçka sa më shumë natyrale. Edhe kjo është me aloe vera dhe me stravec, domethënë siç thotë kjo. Pas ka një aromë të pranueshme. Këtë unë e mora, më duket e ka marrë numri 2, se s'kishte as më, këto ishin të fundit. Edhe nuk është të bënd të shtrenjtë, nuk 3 euro më duket të çka e tillë. E mora thjesht për ta provuar, se më duk interesante dhe s'kam provuar asnjëherë me këtë firma. Nuk e di nëse kam harruar ndonjë gjë që kam marrë. Interesante për t'ju treguar, se siç thash, ne i morëm dije këto gjërat edhe unë mund t'i kem shpërndar, nuk më mend se ka hapur Solea, nuk e di. Dolëm edhe sot një xhiro, shkuam prap tek DM-ja, shkuam pak te Tedi, dolëm kot për qef dhe te Kauflandi, sepse nuk ishim çfarë bënim, thash Solea, mami çfarë do bëjmë, do dalim, dolëm pak. Hyem pak edhe te Tedi, mora Soleas një libër për të ngjyrosur. Solea, do marrësh pak libër, mami, të lutem? Faleminderit. I mora Soleas një libër për ngjyrosur, që ta ketë makina kur të bëjmë rrugën për t'ikur në aeroport. Është ky këtu. Edhe shumë i bukur, Mickey Mouse. Solea ka filluar ta ngjyrosë fakt, ka dhe sticker. I mora edhe një kuti me bojra, posaçërisht këto prodhime. Ndërsa në Amazon kam bërë edhe një porosit të vogël atje. Mora një, si ta them, si ta shpjegoj, domethënë një si mbajtëse që e cila kapet tek sedilja, tek koka e sediles edhe varet kështu poshtë dhe mund të fusësh snack, mund të fusësh këto fletore, laptopin, këto sendet personale për fëmijën. Edhe unë i mora një gjë të tillë Soleas, edhe Solea sot këtë kishte mbushur në fakt, prandaj e mora edhe këtë fletore bashkë me këto bojrat për
pushime, që të motivohet Solea dhe të përqendrohet atje dhe mos të hallakatet kohë gjatë rrugës. Mora dhe këtë aromën për makinën, ishte me lule shtrydhe. Më duk interesante dhe kjo s'kisha parë ndonjëherë në gjë të tillë. Edhe mora është vetëm €1. Pas ka një aromë shumë mirë. Ta vendosi në sidhje atje te makina, që kur të vim neve mos vi makina erë jo të mirë, po të ketë aromë të këndshme. Mora edhe këtë gjë kështu. Kjo futet te klefi i telefonit edhe këtu vendos dorën, siç thot kjo këtu. Edhe kjo €1. Edhe thash ta marr të provoj një herë këtë se mua mbie shpesh herë telefoni nga dora. Edhe duke qenë se do jemi me pushime, do hallakapim. Kështu tash ti vendos këtë dhe ta kem telefonin këtu te dora. Siç thash, nesër është dita e fundit dhe pas nesër nisemi me pushime. Po jeta. Pas nesër nisemi me pushime. Jam në punë dhe nesër. Jam në punë edhe jam vetëm pak orë deri nga ora 11 besoj. Edhe do vi në shtëpi pastaj sepse do bëhemi gati, do sistemojmë gjërat, do pastrojmë edhe shtëpinë, ta lëm gati, se s'mund ta lëm kështu absolutisht jo. Edhe kjo të lodh në fakt. Janë këto periudhat e vitit që të lodhin, siç është viti i ri edhe pushimet, por që nesër duhet marrë më e mira dhe duhet të kënaqemi dhe të krijojmë kujtime të bukura. Facem edhe kjo video është e fundit, edhe Tani nuk e di nëse do ta mbyll këtu këtë video. nëse rojnë të bëjmë subscribe, YouTube, like, Comment edhe share. Shumë fuqie.